Sot do të flasim në emision për temën e dytë, një gjë shumë interesante dhe të rëndësishme për rinin dhe të ardhmen e vendit ton, arsimin e lartë. Kemi të ftuar një personalitet shumë të njohur të arsimit, profesor Fatih Iseni nga Universiteti Nën Tereza në Shkup, ku tani ky universitet, edhe pse është më i riu ndër universitetet shqiptare në vend, ka arritur që të tërheq çdo vit më shumë studentë dhe të krijojë një profil shumë serioz në fushën akademike. E sot do flasim për fillimin e këtij viti akademik, për drejtimet që ofrohen, bashkëpunime dhe mundësi që u jepen studentëve pas diplomimit. Profesor, faleminderit shumë. Dhe besoj se do jetë mjaft produktive çdo informacion, sepse të rinjt sa më shumë duan që të arsimohen, të shkollohen dhe si duket Universiteti Nën Tereza ka rrëmbyer zemrat e shumë studentëve tani. Sigurisht. Si e vlerësoni fillimin e këtij viti akademik në Universitetin Nën Tereza? Në ratë të parë ne pretendojmë dhe me thonë që jemi në metropol, jemi në kryeqytet dhe gjithmonë ne, apo themi se gjithë shka graviton dhe me thonë këndej, ka krye qendra, edhe për fatin e mirë dhe me thonë edhe geografia sigurisht luan një rol dhe me thonë të veçantë në këtë drejtim dhe unë konsideroj pra një nga elementet, por kryesorja është ajo që ne tani jemi në vitin e 10 faktikisht akademik, pra 9 vjet me fillimin e punës, ndërsa në 25 dhjetore kemi pra një dekadë të themelimit nga kuptohet asaj koha parlamenti i RMB-s, që nuk kupton se ngadalë dhe me thonë fillojmë futime në fazën ta quajmë të pjekurisë, edhe sikur që dhe me thonë ka kaluar koha, sikur që ne kemi tentuar ta bëjmë punën tonë, pra me shumë kujdes dhe ngadalë ajo e ka ngritur edhe besimin te popullata, edhe të rinj, dhe me thonë gjenerat pas gjenerat, edhe sigurisht që kjo ka reflektuar që ngadalë dhe me thonë sikur që shtohen drejtimet në universiteti ynë, të shtohet edhe numri dhe me thonë i studentëve. Dhe kjo dhe me thonë faktikisht krijon një bindje se seriozisht dhe me thonë Shkupi ose shqiptarët kryesisht në maqeninë e Veriut të na besojnë dhe e duan këtë institucion, me që numri pra i studentëve është kryesisht nga Shkupi dhe rrethina, për të qenë objektiv, por një numër pra në ngritje çdo vit vinë edhe nga pra vendet jashtë Shkupit, duke filluar prej Komanovës, Tetov, Gosivar, pastaj Kërshov, Struk, në me thonë Dibër, ka filluar pra një ngritje. Kanë filluar veç se më pra interesime. Ndërsa pjesa tjetër, pra e Maqedonisë Veriore, pra qendrore, kryesisht pra Velesi dhe rrethina, Prilepi, Dollneni, Manastiri, ata pothuajse pjesa dërmuese e maturantëve të këtyre vendeve, pra vinë, dhe me thonë, tek ne. Dhe çdo vit, dhe me thonë, numri i tyre, dhe me thonë, shtohet. Çfarë karakterizon këtë vit akademik me vite tjera, duke marrë parasysh si vjet numri është rritur jashtëzakonisht shumë? Po, si vjet ka pas një numër më të madh, më duket, apo? Po, Gjana, dhe me thonë, ne tani ne u përgatitëm që si vetë do të ketë një fluks më të madh dhe punuam për atë realisht, me që rezultati vinë pas një investimi, pas një pune që e bën, por realisht pritshmëritë, dhe me thonë, nuk ishin edhe kaq. Po të qeni sinqert, pra e udhëheqësisë së UNT-s, por edhe stafit akademik në tërësi, por interesant punët lëvizën, dhe me thonë, shumë mbar, dhe ne arritëm, dhe me thonë, për herë të parë që të shënëm një ngritje nga, dhe me thonë, nëse marrim para 4-5 vitesh, nga 500, 570, 650, 770, 800, dhe me thonë, prafësisht par 10 vjet, ndërsa si vetë, dhe me thonë, kaluam në faktikisht mbi 1000, dhe me thonë 970 vetëm në bachelor, për që më të saktë, dhe me thonë, me shifra para opinionit, me që duhet jemi transparent, pasi që ne jemi universitet publik dhe sigurisht që ne finansohemi nga taksa paguesit dhe ne duhet
të japim llogari si organeve shtetërore, ashtu edhe domethënë taksa paguesve dhe kemi domethënë një numër të konsiderueshëm edhe në ciklin e dytë, pra në master. Që numri domethënë edhe aty ka kaluar diku mbi 70 që së bashku bëhen 1000 diçka. Edhe domethënë dje ka qenë afati mbyllja e fundit, domethënë siç duket numrat i kanë të kaluar mbi 1040, që është një shifër që krijon një optimizëm me të ne të stafi akademik dhe të udhëheqësia, por edhe të studentët se seriozisht këtu domethënë tregon një siguri. Tregon një siguri, po, faleminderit, por tregon një siguri edhe unë po të isha studente dhe aq numër i madh të jetë i studentëve në vit përpara do ndjesha. Atmosfera është ndryshe, po. Ndërsa presim domethënë në ditëve në vijim edhe për një numër të studentëve që janë në proces të transferimit të Universiteti ynë nga disa domethënë njësi tjera akademike. Tani është nuk mund me emra domethënë ti shpalos të institucione dhe besoj që ky numër do të te kalon mbi 1100 diku të 40-50 parafësisht, që realisht e përforcon edhe më tepër domethënë këtë që themi ne, por ne nuk duhet vetëm të krenohemi për numrat. Apo të shesim çallam se kemi arritë të kalojmë këtë. Për sukseset duhet të krenohemi. Po, sigurisht që kjo na jep një motiv. Na jep një shtytje pak më të madhe që ne pak më shumë të angazhohemi, domethënë. Por elementi tjetër është që ne për herë të parë jemi përpjekur që të thithim pak, si them, cilësi pak më të mirë, për shkak se ndoshta është viti i parë akademik që ne refuzojmë kaq student në regjistrim. Pra domethënë kanë ekzistuar edhe refuzime. Po, për herë të parë domethënë ne kemi shkuar që të zgjedhim më të mirët në listën e rangimit, kuptohet me sukses dhe arritje të tjera që i kanë pasur gjatë kohës shkollës së mesme, dhe një numër kuptohet afatin e parë është refuzuar, janë zgjedhur më të mirët, afatin e dytë, të tretin, domethënë kjo tregon se parafësisht diku kemi pasur nëse i marrim aplikimet mbi 1400 aplikime. Që i bie profesor rreth 700-800 më shumë se vitin e kaluar. Nëse kanë qenë 800, tani nëse edhe me refuzimet bëhen 1400 është shumë. Po, fatikisht kemi një dyfishim nëse mund të themi. Po, edhe kemi zgjedhur domethënë për herë të parë më të mirë, që në një farë forme reflekton në ngritjen e cilësisë. Definitivisht, po. Do të reflektoj. Do të reflekton në të ardhmen, po nga dikun duhet të fillojmë. Prof, më thuaj se cilat janë drejtimet që shtuat këtë vit akademik e që tërhoqën më shumë student? Ku ka pasur më shumë interesim? Po, tani e di në opinioni se ne filluam me 5 fakultete. Ndërsa nga para 2 viteve ne u zgjeruam në 8 fakultete, pra me fakultetin juridik, drejtimin e juridikut dhe kriminalistikës, me ekonomikun, me disa drejtime, pra brenda finance, ekonomike, menaxhment e kështu me radhë, edhe fakultetin e shkencave humane, me pra gjuhët angleze, gjermane dhe përkthim, kuptohet anglisht, gjermanisht, mashnisht dhe anasjeltas. Fatikisht ishte kjo, domethënë, si them, një zgjerim i asaj që në parim, domethënë, ne u themeluam në vitin 2015, përveç asaj, domethënë, fakulteti ekonomik, fakulteti teknik, i cili ka në brenda, domethënë, shumë drejtime, mjaft atraktive dhe deficitare, për shkak se duke filluar nga drejtimet e mekatronike, elektroteknike, thuje gjithë ata që i përmban ky fakultet, për fat të keq, domethënë flas në nivel shtetëror, domethënë pavarësisht nga bloku nacional, janë deficitare, domethënë këto kuadra janë deficitare. Tani jo që numrat janë të kënaqshme, domethënë në këtë, por megjithatë filluam ngadalë që disa programe studiimore, domethënë ti vendojmë domethënë në funksion, për shkak se arritëm në numrin minimal që duhet të funksionojë një program studiimor. Pastaj kemi fakultetin e shkencave sociale, që ka shënuar një numër më të madh të regjistrimit, 333 domethënë student, prej të psikologjia,
që ka qenë një fluks i madh, një presion i madh, me thonë, i regjistrimit në këtë drejtim nga maturantët, dhe aty pothuajse janë zgjedhur më të mirët. Pastaj drejtimi punë dhe politikë sociale, i cili gjithashtu i ka të kaluar mbi 40 studentë. Programi studimor gjithashtu është plotësuar në studimet politike, që ka kaluar 24 studentë. Media dhe komunikim, pra gjithashtu për herë të parë është mbushur full, pra numri mbi 42 studentë, që më parë nuk ka qenë të... Kishte një rëmje një periudhë, nuk kishte interesim? Kishte një ngritje pak më graduale, rëmje po një ngritje më graduale, ndërsa si vetë me thonë këto shpërtheu, edhe ishte befasia fatikisht në këtë fakultet. Themi kjo gjenerat, pas ka qenë gjenerata më... E juaja. Po të bëjmë kolektëri edhe ne. Sigurisht. Edhe, me thonë, në Fakultetin e Shkencave Teknologjike, gjithashtu edhe aty drejtimet e biokimis, kimis, teknologjia ushqimore, tekstil, pothuajse të gjitha kuotat u plotësuan, dhe pra ky fakultet ngadalë kompletohet, edhe me investimet që përpiqemi t'i bëjmë në laboratorët e kështë me rata që i duan këtij fakultetit. Pra shënon një hap përpara. Në juridik gjithashtu ka pas mjaft interes, që nga afati i parë pothuajse u plotësuan kotat edhe në kriminalistik, që fatikisht është mjaft interesante se të numrat për një herë u mbushën u rritën. Pa të rësit tash mos t'i nëmbrojnë gjithë një nga një se kemi hapësirin e profesorat. Duhet të t'jupis në kriminalistik ka më shumë të gjinisë mashkullore, apo ekzistojnë edhe? Shumë e kam interesante këtë drejtim. Po, është pyetje mjaft interesante. Tani, t'jemi sinqert, nuk i kemi bërë akoma analizat për këtë afat, mendoj për këtë cikël të regjistrimit, por në të rësi, flasë universitet, numrat janë interesante. Me thënë ati syllen 50 të studentëve të gjinisë femrore, por Universiteti Nën Tereza gjithashtu edhe me të punësuarit aty është. Bile mos ka pak më shumë femra, në përqindje. Dhe jemi, një shembull mjaft i mirë, për shkak se ne e dim apo të kaluarën tonë, ne dim nivelin arsimor dhe intelektual të kulturor të popullatës sonë, dhe kjo të regon se ky evoluim apo kulturor i yni shkoj pak më shpejt, në ritme pak më të shpejta, dhe besoj që ky dinamizëm apo i shkollimi dhe i arsimimi të vajzave tona, mendoj se tani vesh më ka marrë pra ka shpërthyer gjithandej në çdo vendbanim, tani më nuk ka kufizime vin nga viset rurale ose ata urbane. Po të gjitha kanë interesin. Po, familje shqiptare tani pjesa dërmuese, të themi kështu, sinqerisht, nuk e kufizojnë më këtë. Janë të vetëdijshëm. Kjo ta jep një shpresë se pas një periudhe të caktuar kohore, kjo do të reflektoj në krijimin, atij evoluimit kulturore, intelektuale, pastaj politike kështu me radhë, në të gjitha sferat, pasi që menjëherë nuk mund t'i marrin rezultatet. Ne kemi të themeluar në 49 në ukimin, por ju dash sa dekada që në një farë forme të etablohet, por dhe të reflektoj të populata maqedonase, ose në Prishtinë, nga 70 që themelohet universiteti, por u dash një kohë që në një farë forme të depërtoj në çdo katun dhe çdo vendanim. Në çdo shtëpi që çdo kush të në çdo shtëpi që dikush ta çojë fëmijën ta regjistrojë atje. Si punon universiteti në zhvillimin e cilësisë akademike, çfarë mekanizma përdoren për të siguruar edhe standarde më të larta? E përmendet juve tek laboratori, tek ato që veç se jeni duke... Po, Universiteti Nën Tereza tani ka edhe një strukturë të re, udhëheqëse, është rektori që vinë, me studimet që i ka kryer nga jashtë, dhe sigurisht ata janë prurje të mira dhe janë rësi, por ne, por me krijimin e ekipeve të posaçme, ne punojmë në drejtim të organizimit dhe ristrukturimit të programeve studimore brenda universitetit.
atyre pra aktuale që i kemi për të modifikuar dhe për të reakredituar, sipas nevojës së tregut, duke bërë pra gjithmonë analiza në atë që e kërkon pra çfarë tani kërkohet po? Edhe në atë që ne, domethënë, sa kemi fuqi, domethënë kapacitet që ne domethënë të punojmë në atë drejtim, dhe të gjitha ata, domethënë, ne përpiqemi ti mbështesim sipas standardeve evropiane dhe botërore, pasi që në një farë forme kjo thuje koha që ne jetojmë tani ka bërë një shkrirje apo të gjitha asaj që dikur ka qenë shumë lokale, shumë regionale, dhe sigurisht që studenti ynë duhet të jetë i përgatitur për tregun edhe vendor, edhe të jashtëm, megjithëse kjo pjesa e dytë pak mund të tingëlloj shumë e dhimbshme, me që familjet tona e kanë mësuar dhe akoma e pësojnë ikjen e të rinjeve, por nëse bëjmë një analizë të largimit të rinjve jashtë, nuk nënkupton se pjesa dërmuese janë me arsim të lartë. Pra, ndoshta pjesa dërmuese janë me arsim fillorës të mesëm, duke mos përjashtuar që kemi edhe me arsim të lartë, por edhe me master dhe PhD që janë larguar dhe largohen domethënë nga vendi, por me shpresë që ne t'i përgatisim që në një farë forme, unë thashë në fjalimin përshëndetës, mikpritës me 1 tetor, nuk është qëllimi ynë që ne t'i përgatisim dhe t'i lëshojmë drejt Evropës dhe SBA-s, por ata dhe ne të përpiqemi që në një farë forme këtu t'i kryejmë kushtet, edhe pse dikush mund të ta merr këtë si lloj jo serioze, me që kaluan shumë kohë, kaluan ndoshta 35 vjet, domethënë nga pavarësia ose 34 nga pavarësia, dhe në një farë forme ne akoma jemi skeptik ndoshta ku jemi, por megjithatë ne mund punojmë që të krijohet kjo optimizëm dhe të krijohet mundësia që ata këtu të punojnë, këtu të investojnë, me që kudo që të shkosh. Unë vetë kam jetuar një kohë jashtë dhe nëse bën një krahasim, ndoshta jeta në kuptimi material mund të duket në pamje në parë më e mirë atje, por besoni që gjithë jetën do të ndjesh një zbazë tjetër. Fiks, një i huaj në shtëpi të huaj nuk mundesh. Balta me ëmbër se mjalta, si thonë. Fikse, po. Si zhvillohet edhe bashkëpunimi i universitetit me institucionet arsimore apo ato ndërkombëtare? Po, do të pyetje mjaft me vend. Tani ne prej themelimit jemi përpjekur që sa më shumë bashkëpunime të kemi me institucione të karakterit domethënë arsimor dhe shkencor hulumtues, duke filluar nga vendi, rajoni, Evropa dhe bota, dhe ne kemi një numër të konsiderueshëm të marrëveshjeve për mirëkuptim, të marrëveshjeve për bashkëpunim, dhe fatikisht edhe tani domethënë kemi një ekspansion mjaft të madh domethënë javëve që shkuan me shumë institucione duke filluar domethënë nga rajoni, pastaj Evropa, Norvegjia, Austria, kështu me radhë, dhe ne përpiqemi, Turqia gjithashtu, dhe ne përpiqemi që ky rjet apo që ne vendosim bashkëpunim mos ngel vetëm në letër, pra në papir që kemi vendos një vull dhe një nënshkrim, por një bazë mirë që ne tani të zhvillojmë më tej së bashku me ta, duke aplikuar në shumë pra burime ose fondacione të ndryshme evropiane, prej të fondet evropiane dhe shumë pra institucione tjera ndërkombëtare, për shkak se një nga kriteret është edhe mobiliteti pra i stafit akademik, i studentëve, dhe sigurisht që baza kryesore është kjo. Me që pa pasur një bashkëpunim me fatikisht me botën tjetër akademike, nuk mund të aplikosh prej të fondet të Erasmus. Do të thonë kemi edhe projekte apo universitete të cilat partnere mund të bëjnë edhe studentët. Po, ne vazhdimisht stafi ynë akademik aplikon dhe vazhdimisht ka një mobilitet, flasim në nivel të profesorëve, pra në nivel domethënë evropian, duke filluar prej Turqisë deri në Suedi, Skandinavi dhe Evropën perëndimore, në përjashtim të Britanisë së Madhe, e cila doli nga BE 2016, por tani ka disa mundësi të tjera, ka disa fonde që edhe ata mund domethënë të përfshihen, bile edhe në disa vende domethënë afrikane që mund të na ndihmojnë pak më tepër, pasi që
gjithë bota nuk sillet rreth nesh. Ne duhet vërtet. pak më tepër të jemi kështu pak më të hapur. Çfarë mundësi kanë studentët pas diplomimit në tregun e punës? Tani ne kemi fatikisht punuar në atë që të themelohet edhe shoqata e alumnit, pra të atyre studentëve të cilët diplomojnë të ne, dhe për të ngelur linku i komunikimit dhe i bashkëpunimit, por edhe ndihmës që ata mund ta japin. Dhe kjo shoqat fatikisht e ka këtë rol, apo jo vetëm në këtë dimension thuaj të informacionit, por edhe të bashkëpunimit. Mbas të analizave që i kemi bërë, një numër i mirë i studentëve, mos them gati të gjithë ata që kanë diplomuar të universiteti ynë, po thuaj se të gjithë janë të punësuar. Tani më saktë ne do të bëjmë analizën, domethënë muajt në vazhdim, për shkak se ishte fluksi i madh i diplomimit, domethënë gjatë muajve qershor, gusht, domethënë shtator, dhe për të parë domethënë më qartë domethënë se si zhvillohen ata, por një pjesë e mirë janë punësuar si në sektorin privat, edhe në sektorin publik, edhe në atë domethënë publik, duke filluar prej te Ministria e Punëve të Brendshme, armata, pra ministri të ndryshme, drejtori të ndryshme, drejt të ndërmarrjet edhe tonat, por edhe në pra të huaja që janë vendosur te ne. Dhe kjo pak na jep një shpresë që studenti ynë nuk e shikon ngushtë vetëm orientimin drejt punësimit në administratë. Pra duhet të shikoj edhe mundësitë të tjera. Po mendoj se me drejtimet e shumta që i ka universiteti, administrata do ngele fundit në dëshirat e një studenti për të zhvilluar dhe për të realizuar. Ajo është qëllimi final, që ne t'i përgatisim ata dhe t'i motivojmë, për shkak se edhe zhvillimi apo në karrierë i një të riu sot mund të jetë më i ngadalshëm në administratë, apo sesa, domethënë në një sektor publik i cili me performancën e vet që tregon dhe mund të avansohet shumë më shpejt në karrierë dhe mund të reflektojë edhe në të çështjet, pra të hyrat e tij personale. Avantazhi është tjetër i këtyre gjeneratave edhe njohja gjuhëve të huaja, pra kryesisht gjuhës angleze, me që ne shohim çdo gjenerat që vin, pra është më në nivel në këtë drejtim të komunikimit, por fshi edhe stafin akademik, pra tani ta them për lëvdat, domethënë në shumë raste varet nga karakteri i komunikimit dhe i takimeve që i mbajmë në brenda, ka raste që mbledhja fillon në gjuhë angleze dhe përfundon në gjuhë angleze. Që është për të përshëndetur pa. Po, domethënë stafi ka një ngritje, domethënë mjaft të rëndësishme në këtë aspekt, pra multikultural, intelektual edhe gjuhësor, që tregon se tani mos të keq kuptohem, tani ne funksionojmë në 3 gjuhë. Pra kryesisht në gjuhë shqipe, pasi dhe studentët janë kryesisht domethënë shqiptar, pastaj në gjuhë maqedonase, ku një numër i studentëve janë të pra bashkisë maqedonase, pastaj kemi edhe bosnjak, kemi edhe rom, kemi edhe turq, fatikisht kryesisht turq domethënë vendas, kemi student edhe nga lugina e Preshevës, që numri ka filluar të shënon ngritje, pasi që diplomat tona pranohen, respektivisht nostrifikohen pas një pengesë dhe kjo fatikisht ka ndikuar që të rritet numri. Kemi një numër të vogël edhe nga Kosova, nga pjesa kryesisht jugore e Kosovës, më shumë edhe në master kemi studime nga Kosova. Pra, si them, kemi një shtrirje mjaft interesante, që vetëm prezenca e tyre, pra brenda institucionit, po krijon edhe një koneksion, krijon një rrjet që nesër ata domethënë vazhdojnë këtë komunikim. Nga vetë fakti që ata vinë dhe ky interaksion domethënë është shumë i dobishëm. Për në fund dua një mesazh drejt rinjve dhe studentëve që sapo kanë filluar rrugëtimin e tyre akademik në këtë universitet Nën Tereza. Jo vetëm për këta, domethënë për të gjithë të rinj dhe ata që vinë pas. Ne besojmë fuqishëm që vetëm arsimi, siç ka thënë Mandela, mund ta ndryshojë botën, por për ta ndryshuar botën, ne do ta ndryshojmë pra vetveten, duke filluar nga vetvetja, ata mund të reflektojnë të familjet e tyre, të rrethi i tyre dhe pastaj në tërësi si popull, pasi që seriozisht ne kemi nevojë për një evoluim, domethënë kulturor, për një ngritje pak më dinamike. Mendoj se gjeneratat e reja që vinë
janë mjaft inteligjent, janë shumë më të informuar se sa dhe me thonë dikur, për shkak të high-tech-ut që e kanë në dorë gjithkohon, dhe fatikisht me një mbështetje të fuqishme morale që ne u japim, dhe një ditë me shpresë që çdo familje e jona minimum të ketë nga një të diplomuar në arsim të lartë, pavarësisht kushte. Ne tani flasim për UNT-n, por ne kemi edhe mëse të tjera dhe me thonë, shtulli, thuje. Ku do që dojnë vetëm le të jetë? Edhe të tjera dhe me thonë, këto, por edhe jashtë vendit, nuk duhet të kufizohet ajo, derisa ne arrim në atë nivel, do të arrim në atë nivel që familjet tona të kenë minimum nga një të arsimuar, edhe pas të vazhdo 2-3, dhe atë ne mund flasim, apo mund të jemi më të lirë në çështjet e komunikimit, debatit dhe trajtimit të shumë temave që mund të lëvizim pak më shpejt përpara. Mëse e vërtet të shpresojnë, po unë mendoj se gjeneratat më tani kanë filluar të gjithë të vetëdjesohen, të arsimohen, të paktën të regjistrohen, pastaj me kalimin e kohës e kuptojnë edhe rëndësinë dhe e mbarojnë studimin e tyre. Ju faleminderit shumë, profesor. Shpresoj se kur ta kemi intervistën e radhës, numri më veç se të fillon të shumë fishohet të jetë në 2000 sipër, po atëherë do ja mbajmë gajlen edhe ku do i sistemojmë këto studentë, se a ka kushte, kapacitet të madh për një numër kaq të madh studentor, po besoj se do merremi me atë. Shpresojmë edhe objekti i ri do të filloj, pra kampus i ri, harruam ta përmendim, dhe është një akt, pra një lëvizje mjaft e rëndësishme në këtë dimension të zhvillimit, dhe sigurisht që hapësirat e reja do të kenë mundësit pra më të mirë. Unë besoj se do të rrheqen edhe më shumë. Optimist. Patjetër që po. Atëherë faleminderit shumë. Miq të dashur, ishte kjo e tëra që arritëm të përgatisim për sot. Shpresoj se ngelet të kënaqur. Ju qëndruat me ne për plot 120 minuta drejt për së drejti nga ora 8 deri në ora 10 pra në TVM2. Ne takohemi ditën e hënë për materiale të tjera, surpriza të tjera dhe gjithçka që kemi përgatitur për ju. Deri të hënën jeni pozitiv, jeni me mirëqenie të shëndosh dhe duajeni veten. Deri atëherë mirëmbëjtje dhe miru takofshim.